dhe ju e trajtut çështjen e liberalizmit, tu nuk bëhet fjalë për më pikpamje politike. Liberalizëm, konservatorizëm, dhe emrin çfarë dush rrymave tjera, po këtu bëhet... Libertin. Këtu bëhet fjalë për çështje një kodi minimal moral që duhet këtë politika, shoqëria dhe në gjithë hallkat e jetësore, besoj unë. Po dalesh edhe të flasësh sot, për shembull, për figura të tilla që qoftë edhe për Sali Berishën, qoftë edhe për figura të tilla si Gazmend Bardhi, Gjek Marka e tjerë, ti qush liberal, ta janë liberal. Jo figurat. Ose emra. Je i saktë. Në më në shpreha gabim. Qofse Sali Berisha është figurë, këta tjera janë emra. Po, du të them këtë, që këta janë njerëz që duke pas parasysh qëndrimet e tyre, sepse ti vjen si të rrëdhoj një shumatore politike, si pas qëndrimeve, si pas akteve politike që kryen, janë njerëz pa shtyllë kurrizore. Sepse deklarosh sot që unë me Sali Berishën nuk do të kem asnjëherë pak, dhe nesër unë mund kisha pak me Sali Berishën, ose kam qenë kundra Lulzim Bashës edhe kam thënë që duhet largu Lulzim Basha etj me radhë, po unë në 11 dhjetor kur e kam pasë se si ai vepron, dhe se si ky donte ta kalonte nga partia e Kunatit e partia e djalit, që duhet shkojë për njëherë paraqitur te Kunati, pastaj nuk funksionon kështu. Me 11 dhjetor unë kam thënë që sot po fillon shitjen e gjithë atyre parimeve demokratike për cilat ti gjoja po lufton në thojza, sepse unë kam qenë i bindur që ajo që po ndodhte që duhet largu Lulzim Basha, duhet largu, sepse Lulzim Basha bashkë me Berishën, të dy bashkë shkërmoqen anë institucionale e Partinë Demokratike. Dhe në momentin që një parti nuk ka institucione, me atë mund të lushë dhe mund të bësh çfarë. Megjithatë, Ibsen, duhet të një gjë, të japim të kujton Cezarit atë që i takon Cezarit. Unë jam nga ata persona që nuk kam pas asnjë dyshim për Lulzim Bashën, që në ditën zero. Kur gjithë më shtesën, thoja, ky është avatari i zotit Berisha. E kam thënë që në 2000... Njerëzit nuk e dim pse mbështesin dikë dhe pse janë me dikë, sepse nuk e nisin bas parimeve këtë... Por duhet të një gjë, që edhe në kohën e zotit Basha, në momentet kur ka pasur momente... Për fat keq nga 2013 e këtej po doja ka vetëm humbje në historikun e saj elektoral. Por në çdo rast ka patur një debat të brendshëm. Pra, edhe në kushtet temi më autoritaristët zotit Basha, zakonisht kur ai kërkonte të ri kandidonte dhe të ri zgjidhej, ku ai shfaqte kthetra. Që bënim në debatin të hekurat atje, se s'bënte njëri debat. Dakor, po debati bërtit që kanë bërtitun të hekurat në etj. Patjetër, në rregull. Po dakor, po të hekurat atëherë po kishte një debat. Tani nuk ka fare. Tani ti shikon që i vetmi person apo personazh, apo personalitet këtu varet nga këndvështrimi është Ervin Saliani. Pra, është i vetmi person i cili uret nga kanxhallat e PD-s, ku e kanë lënë. Është vetë përjashtuar. Është vetë përjashtuar, është termi i ri. Është i vetmi, domethënë shikon të gjithë të tjerët janë rreshtuar, domethënë nuk bibzin askush, nuk se duhet bibzin, janë mirë. Si janë mirë? Janë shumë mirë, mo. Si janë mirë? Këtë t'ja shpjegojmë shikuesve, t'ja shpjegojmë opozitarëve që na ndjekin. Si janë mirë?